Përshëndetje nderuar miq, mirë se vini në kafen e së dielës. Personazhi që kam ftuar për kafe sot, nëse ftesën do t'ja kisha bërë para disa kohësh, jam i sigurt që do të më kishte refuzuar për vetëm një arsye, sepse fundjava e tij gjithmonë është në fushën e futbollit. Duke qenë një arbitër futbolli, një ish arbitër futbolli, kam përshtypjen që ka një nga tiparet kryesore që do të ketë në profesionin e tij. Është njëri shumë i qetë, njëri madje tolerant, rrallë e kam parë, ose miqtë e tij tregojnë që rrallë e kam parë që të dalë nga vetja e tij, apo të jetë i gjatë nxehtë. Por unë jam kurioze të mësoj diçka më shumë për te kësaj, dhe natyrisht ta njoh më nga afër, prandaj e kam ftuar që pi me mua një kafe të gjatë, ish arbitër në futbollit, Sokol Jarecin që e kam sot në studio dhe i them faleminderit. Faleminderit ju për ftesën.